Përgëzojeni vetveten tuaj, o ju musliman. Përgëzojeni besimtarët të cilët e kanë besu fuqishëm Zotin e tyre, të cilët me zemër të pastër dhe të sinqert nuk i kanë bërë shok Zotit tyre, por kanë thënë la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, thumma istaqim, pastaj kanë qëndruar të paluhaç, kanë ardhur vështirësit, ky ka thonë la ilaha illallah. Kanë ardhur sprovat, ky vazhdon thot la ilaha illallah. Kanë ardhur sprovat në fenë e tij, ky sërish qëndron i paluhatshëm. Ka ardhur komunizmi, ky ka neti i paluhatshëm dhe ka thënë la ilaha illallah. Edhe kur jo është vështirësu jeta, edhe kur jo është rreziku jeta, ka kalu komunizmi, ky sërish thot la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. A nuk është ky meritor për xhennetin? A nuk është ky meritor që të futet në pallate mbretërore, të pashikuara ndonjëherë në këtë dunja, në lumejnë të cilat rrjedhin vazhdimisht, në bukuri të rralla? Po ky është meritor se Allahu e krijoi xhennetin për të.